Në Bafra të Turqisë jetojnë rreth 40.000 shqiptarë që kanë migruar nga Kosova. Në vitet e 60-ta, dasmorët duke kaluar mbi urën e vjetër, shembët dhe vdesin dhjetra dasmorë dhe nusja shqiptare. Pushteti ndërtoi urën e re mbi 2 lëmeng të rrëmbyeshëm, pas atij aksidenti ura emërohet ura e nuseve. Dhe çdo martesë që bëhet, dasmorët janë të obliguar në shenjë respekti për viktimat të kalojnë mbi këtë urë. Kjo urë lidh dhe shumë fshatra të banuara me shqiptar në Bafra të Turqisë.